Alarmet e shpeshta në shkollat e Tetovës shkaktojnë në revolt. Për kërcënimet arreme, ditë më parë policia ndaloi 3 të mitur nga fshati Gurgunic, komuna e Brvenicës. Sipas ekspertëve, veprimet e tilla të fëmijëve ndodhin për shkak të mungesës së informimit për peshën e veprës që kryejnë. Në bisedë sipër me fëmijët atë desha edhe ta tregoj, do të thënë nuk janë as pak të vetëdijshëm për peshën dhe seriozitetin që mbart një alarm i tillë apo një informim i tillë. Nuk kanë ide se çfarë do të sjellë, çfarë pasoja mund të sjellë diçka e tillë. Kjo mund ta them se vjen si arsye apo si fakt edhe mos kontrollimi nga ana e prindve, lëshimi i tepërt në individuali i fëmijëve të jetojnë të pavarur, të bëjnë çka të duan, mos kontrolli nga ana e prindërve. Nga ana tjetër, juristët rekomandojnë uljen e moshës së përgjegjësisë penale dhe ndryshimin në ligjin për të mitur. Mos e nevojshme është që mosha të zvoglohet, do të thotë që të vihet në moshën prej 13 vjet, që mund të ndjeket penalisht, me që kohëve të fundit në Maqedoni kjo si fenomen është bë si i shpesht, sidomos në rajonin e Tetovës që është shumë i theksuar dhe shumë i shpesht. Me muaj të tërë, shkollat në vend, sidomos në Tetovë, përballen me alarme të rreme për bomba. Një ditë më parë, sektori i punëve të brendshme në Tetovë njoftoi se deri më tani 5 persona, shumica të mitur, janë të dyshuar për kërcënimet.